Zoja Nënkryetare e Kuvendit, ka momente kur politika duhet thot të vërtetën pa dekor. Dhe vërteta është kjo, ne kemi jetuar në gënjeshtër. Jo sepse nuk e dinim realitetin, por sepse u mësum ta performonim si normalitet. U mësum me premtime mallore dhe me jetë të vogël për qytetarët. Sot flasin për satelit, për Smart City, për prodhim armësh, makina lufte, për institut onkologjik, për miliarda në shëndetësi. Fjalë të mëdha, titoj bombastik, video propagande, por realiteti është pak më ndryshe. Në urgjencën e spitalit ikin dritat dhe nuk ka as generator. Ky është një hendek moral i këtij pushteti, nga satelitet në qiell tek errësira në shtratin e pacientit. Na flasin për shëndetësi moderne, por mungon energjia, mungon aparatura, mungon siguria bazë, miliona në letra, zero dinjitet në praktik. Na flasin për zhvillim dhe teknologji, por pensionet më janë më të ultat në Europë dhe fuqia blerëse më ulta në Ballkan. Qytetarët numërojnë qindarkat, ndërsa pushteti numëron projekte imagjinare. Ky nuk është vizion, është ikje nga realiteti dhe kur realiteti refuzohet, gënjeshtra bëhet sistem. Ministrat arrestuar për korrupsion, të tjerë në nënhetim, zyrtar që bien një nga një, jo si aksident, por si model qeverisje. Kur korrupsioni bëhet sistem, ai shfaqet në beton, në asfalt, në mungesë generatorësh e tjerë. Rrugë që qahen nga pesha korrupsionit, jo nga pesha makinave, as nga shirat. Tunele që pikojnë pa u hapur, sepse kanë ndërtuar për tendera, jo për jetë njerëzish. Dhe pastaj vjen mashtrimi i ri, digitalizimi, fjalë bukur, premtim moderniteti. Po përmes akshit, miliona euro të buxhetit publik përqendrohen në një rreth të ngushtë të lidhur direkt me pushtetin. Jo për transparencë, por për kontroll, jo për qytetarin, por për klientelen. Kjo nuk është shtet digital, kjo është kapje përmes servera. Sot kemi një shtet ku krimi nuk luftohet, por koordinohet. Një shtet që rrëmben biznesmen, jo për drejtësi, por për t'i detyruar të tërhiqen nga tendera kur nuk janë të bindur. Një shtet ku organizata kriminale fusin në dorë buxhet dhe miliona zhduke nga parat publike për t'u shfaqur në pasuri private. Paratë të Bashkimit Evropian për bujqësinë që nuk shkojnë tek fermeri, por treten në korrupsion, duke lënë fshatin bosh dhe rinin në emigracion. Dhe mi gjitha, një pushtet që kontrollon çdo institucion, parlamentin, drejtësinë, administratën, median, kontrollon gjithçka, përveç të vërtetës. Zgjedhjet e vjedhura, që janë rrënja këtij galpëzimi. Kur vota nuk është e lirë, pushteti nuk ka themel, dhe pushteti pa themel mbahet vetëm me forcë. Prandaj dhuna nuk është devijim, është pasojë, por ka një moment kur marrëveshja me gënjeshtrën pushon se funksionuari. Ku njerëzit ndalojnë të konformohen dhe shoqëria vjen një moment dhe thot mjaft. Ky moment ka ardhur, sepse shpresa nuk është një optimizëm naiv. Shpresa është një vendim moral të mos jetosh më me gënjeshtrën. Një qeveri që flet për satelit dhe spitalet i lënë në errësirë ka humbur busullën. Një pushtet që premton të ardhmen dhe vjedh të tashmen bie nga e vërteta dhe Shqipëria ka filluar ta thotë këtë fundit. Faleminderit. Faleminderit Zoja Topalli, Zovi Klosi keni fjalën. Më pas Ministri Akoqiu.